Pas më shumë se 100 ditësh në shtëpinë më të famshme në vend, Gjesi u shpall fituese e edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke rrëmbyer zemrat e publikut me rrugtimin e tij emocional dhe të sinqertë. Menjëherë pas fitores së madhe, ai ka reaguar në rrjetet sociale duke falendëruar të gjithë ata që e mbështeten në këtë garë të gjatë. Përmes një video të postuar në Instagram, Gjesi është shprehur emocionuar për përkrahjen e madhe që ai ka marrë. Faleminderit nga zemra për këtë vlerësim. Jam thellësisht mirënjohës për mbështetjen dhe besimin tuaj. Ky çmim nuk do të ishte i mundur pa ju. Faleminderit që jeni pjesë e këtij rrugtimi me mua, deklaroi ai. Ky postim i tij mori mijëra komente dhe mesazhe pozitive nga fansat e Gjesit anë mban botës. Na duhet të themi se fitore ka qenë më se e merituar për të, dhe normalisht, momentet emocionuese kur Gjesi është përqafuar nga prindërit e tij nuk kanë munguar. Faleminderit gjithë shqiptarët anë mban botës, besoj e kam merituar. Faleminderit Zotit, familjes dhe publikut, u kryq çdo sen. Ishin këto fjalët e para të Gjesit pas triumfit të madh. Dhe për të mos ta harruar këtë detaj, vetëm pak minuta pas shpalljes si fitues, profili i tij në Instagram njohon një rritje të menjëhershme të ndjekësve. Nga 544.000 që kishte më herët, numri u rrit me shpejtësi, duke arritur në mbi 560.000 ndjekës, që normalisht do të vazhdojnë akoma të rriten. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.